Në datat 5, 6 dhe 7 qershor, Katedralja e Shkodrës do të organizojë edicionin e parë të panajirit të librit me emërtimin Libri të Bandë të Lirë, një nisëm që vjen si dëshmi e gjallë e përkushtimit të qytetit ndaj kulturës dhe letërsisë. Detajet e organizimit u ndanë në konferencën për media që u zhvillua në Bibliotekën Zoja Shkodrës. Kisha në misionin e saj kërkon promovimin, zhvillimin e jetës njerëzore në të gjitha dimensionet e saj. Prandaj nuk habit fakti që një panajir librit në oborrin e katedrales, sepse ai panajir është i lidhur ngushtë edhe me këtë ambient që i përket kishës katedrales, siç është biblioteka. E besoj që kjo bibliotekë vogël, mas shumë promovimeve, mas shumë shfletimeve, nxitje për të kërku dijen, është bërë dhe shkas i mirë që të ndodhin kjo ngjarje. Me pjesëmarrjen e shtëpive kryesore botuese nga Shqipëria dhe Kosova, përfshirë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetin Luigjë Gurakuçi, ky panajir synon të kthehet në një pikë takim vlerash letrare, ku libri shfaqet si ur komunikimi mes lexuesit dhe autorit. Jam shumë i lumtur që mos fundi arrita mos sa viteve punë në fushën e bibliotekave dhe si drejtues i bibliotekave, pavarësisht përpjekjeve të njëpasmishme që kam bërë, arrita që sfuni të shoh të organizum një panajir libër në qytetin e Shkodrës, që është panajiri i parë dhe mendoj që pas tij do të vinë edhe të tjerë. Programi traditori i panajirit Libri të Bandë të Lirë përfshin promovime librash, takime me autor, leksione të hapura dhe lexime artistike nga emra të njohur të letërsisë shqipe, pjesëmarrje të botuesve të rëndësishëm, koncerte si dhe net letrare në amfiteatrin e hapur pranë Katedrales Shën Shtiefni të Shkodrës.